أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد الله عز وجل falënderojmë prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë salavatet dhe selamat Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Të dashurët të nderuar, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sot duke hi para namazit drekës të xhamia, aty te dera e xhamisë Isabeu e pash një letër, një lajmërim që nuk më pëlqeu. Edhe u menova gjatë kohë, atë e tham, a mos të e tham, atë e tham, a mos të e tham, ama më kujtu fakti që ata që duhen mes vete dhe këshillohen. Ata që nuk duhen mes vete bëjnë gibet. Kur dikush e shen një punë që si pëlqen të ti, edhe një me hakikat rizanillat të donaj, a i vjen thot, a ka mundësi një minut? Donë veç dikunt, edhe thot këshira, që ketë që ma thave, apo e pashtë të ti, nuk ka e mirë, nëse ka mundësi, mos me ma thonë, apo mos me e bomo, edhe ta ma kryt, me dillafe mirë në veshtë ata. A që s'do në rizalila, a i të folë mas shpime. A i thotë kështu, ma boni, ma këthej, kështu me rath. Hoxha i cili e do në gjematin e vetë. Këshillot me gjematin e vetë, edhe e këshillon gjematin e vetë. Edhe mundot me ndërtu burat të mdhejt që kanë me e bardë procesin e islamit prej brezit në bres. Jo me ndalë, jo veç vetë. Me kore dhe me shku, por jo, mundot me kore dhe me mbjellë. A i lodhet me punu që edhe të mbjellë që kur dhe vinë në gjallar të ri, edhe ata me pas shka me korë. Kur dhe vijet gjemati i ri, me pas edhe ata që ka me korë. Jo me hargjuna kretë. Aty të dera e pash Haki Hoxhës, si kështë shkryt një lajmërim. Një letër e madhe ishte mluaj o pjesa e dersit, ishte vënuaj Haki Hoxhës. Sen që mu nuk më pëlqene, kur se kina në gjitë letërën Haki Hoxhës në derë gjamisë. Gjë cila nuk duhet mu në gjitë, a e duhet mu ditë. Sikur që dihet 500 vjetë në vendet tona një gjë e tillë, edhe ajo dihet. E që na si musliman në këtë drejtim, e kemi më doje mos të formohemi. Nuk e tham për vete. Nuk e tham për vete se kur dhe asë një herë gjematin se kemi ngushtu me Hak Hoxhë. Hak Hoxhë në xhamin Isabeut, më lidhen 500 euro, 700 euro, 800 euro, publikisht ta din ato fletorët janë aty. Se janë disa njerëz na japin ma keq se sa mos me na dhon. 100 dinar të jap. A me shkruan emrin 100 dinar aty. Kjo si dukuri dhe si smundje është duke ushtu ma shumë, sidomos në Shkup në qytet, andaj na duhet të reagojmë. Nisen do të thamë, nafin e fundit do të thamë të parin. Hiq mos me dhonë, ta dini se në xhamin se lona. Në Kabova ki ka pas Ramazane këtu në xhamin Isabeu, tjeni të bindur që herë e paru a të regoj, s'kemi marrë Hak Hoxhën në Ramazan, se s'ka pas. Kur i mi ullë mi da, kur kanë metet i ka 250 euro, onë i kom thonë, se s'janë më ato gjallartë, i kom thonë, ej, mund ka dhonë gjematin a për gjej, pa mu më janë bo ma shumë, merë një ju këta. So kon kur problema jo. Se ne kemi vendosë mi shërbi këti dinit, edhe ma kalon një emanet Hafez Jusufi, rahmeti pas shpirti Zoti Xhennet ja boft, kalon Hoxhë, që është të 3-4 parap të skapti ka përcen, dhe në selamet kur mu së mërzit. Edhe kum shtijat lafën në gjep, edhe që është të elhamdulillah, e kemi vendosë mi shërbi këti dinit dhe këtyre vlezërve dhe këti gjematit tonë, që e dojmë për rizat Zotit, pasha Allahin, pa. Ama qëfar është duke na ndodhë viteve të fundit? Kam frikë mësë ndodhe diçka ma e keqe.
se o gjallarët janë të na hikë. O gjallarë të mdhej në Ramazan dalin jashtë shtetit. O gjallarë të mirë që vinë prej studimeve, 1 muj, 2 muj, 3 muj, 5 muj, 6 muj, e merë kuferin shkon jashtë. Se numrat matematikore si aqesin të rezi matematikën. Shetoni në banë vezvese. Se kërë ndagarit, sa pari dumë për benzin me shku në gjami edhe me ardhë, 30% rogës e argjet në benzin. E 30% logarit, naj qaj, naj kafe, naj buk, naj misafir, se hoxhit, qka s'të vjen, se një thumë falë s'kam pare, shka. Kime argjit pare në bukës që i ki. Kur ta shove barazi, si del matematika, qka ba na i rivi kap kuferin, shkon në vro. Hoxhi miri, madhi, formum, me na hik. Me na hik në Ramazan o gjallarë të mire të formum, nuk është sjellje e mirë dhe nuk është ndodhi e mirë që neve me na ndodhë. Me qenë se s'kemi, do të kisha thonën se gabim janë o gjallartë. Na alhamdulillah, po kemi. Na alhamdulillah, po kemi. Vetëm i dhonë hoxhës, sa japim dallogjis për 1 saat që na e qanë kryjnë e 1 javë në dhe në kryja, s'ka problem me hokën e hoxhës në Ramazan. Me ardhna me në gjitë letrën në derën e gjamis, iqë së më duke të e, po iqë më rezduha kë hoxha Ramazan veç letrën mëse në gjitë një aman. Se vjeni natë dikush tote se gjemati i sabegit, kur prej gjematit tem si jam anku edhe kur se kam mendën të anko. Edhe kur se kam mendën me elon, edhe 10 edhe 20.000 euro mi kanë ofru e mi ofrojnë, kur s'kam pranu me shku edhe kur nuk shkoj. Së është diçka më e madhe në pyetje, është diçka me mbjellë na që me pas gjeneratat tona me korë. është diçka që na bashkë du të merujt atë ambientin e Ramazanit. Pse neve na thëjnë me dinja e dytë, pse na kemi cigla këto, po dhe në vendet tjera ka cigla, në vendet tjera ka xhamia. Me dinja e dytë, na thëjnë sebepi juve dhe o xhallarëve. Që kjo është me dinja e dytë, sen dhe gjë që se ka balkonin në përgjithësi. Mukabelja neve na ban me dinja e dytë. Qaja fëzi që del lexon përmend që në qelë Kur'an së në zonë, a i përmend, ra faltën, maqin, mashallah, të barakallah. Që kjo është me dinja e dytë e jona që neve tapë në ban krenar, se na shkupi me dinja e dytë. Qaj mukabele, që ki nasiat, që ki ders, që të pyetjet, përgjigjet mas dersit, njerëzit kënaqen kur e shohin këtë ambient. Iftare që thirrmi, shkojmë, vim, hajde jep këti, jep ati, mbledh këto, ban këto, shpërndoj fitra, shpërndoj zeqat, jep sadaka, thiru një iftare, hajde në taravi, takime, busqeshje, knaqe para taravis, takime mas taravis, muhabet, nderi, zjarete, kjo e ban shkupin me dinja e dytë. Atë laramani që o xhallartë ne e kanë mësu para nesh e që e kanë bajt frontin dhe si janë dorëzu. Ama shkupi du të vetëdijsot, sidomos qendra, qyteti. Që mos me pru punën që hoxha, ose me hesht, ose mos me tregu, se sa i ka hakin e Ramazanit, kur të krahasot me një hoxh me një fshat me 50 shtëpi, e të marë hak Ramazani, ma shumë se një hoxhë, cili i ka mas pak të 100 dyqane rreth xhamis, e 200-300 dykon, e i ka biznismenat dhe i ka xhamatin në xhami, vetëm bandashat e veturave që ju kushtojnë miliona, kjo nuk ka në rregull. Kjo s'është në terezi. Dhe kur mos e lini, hajse ka me dhonën zeka, ka me dhonën Agjisula, dhe ape Agjichamini, dhe ato i ka ato e mlojnë. Se dhe ato thënë se dhe ape Hasani, dhe ape Muhameti, a i Muhameti Hasani thot dhe ape filoni Alani, kur ta shofsh, ati ka 100 dinar në tefterin e akit hoxhës. Që është ma ketë se mës me dhonë. Sot një cullës zvogël me adhonë 100 dinar, i këshit djerë, a janë 100, a 1000, thot mësë. Duhet pak mu vetëdisu edhe me marë seriozisht këtë punë. Farës në varët kjo, që të keni frikë se
kjo është se do të alom në xhami. Jo, po përgjithësi në Shkup është kjo problem. Kjo meselë duhet mu folë, dhe fatkeqësisht o xhallarët kreti hikmi kësaj teme se vjen sikur me folë dikush për vejtje. Ama se duhet mu vetëdisu se do në vije dita që s'do kemi ambient Ramazani. Do shkoj një, do shkoj dy, do shkoj tre, do bot dukuri me shku, kur ta bini talebet vitit parë dhe vitit ditë të folen një muj Ramazan për luftën e Bedrit, masani musahabit që s'ka me tarë në xhami, as sullës tonë s'di vit në xhami dhe s'ka me të duk interesant Ramazani. Na i mizbardh në bi libra. Ymrin e kemi thonë për çdo libra. Edhe selam për pame këtë dije. Ama nuk janë gjithë njerëzit e njëjtë. Edhe jo çdo zaman mundet me i përballu sfidat e veta që i ka. Me qenë Shkupi ma dobët dhe ma keq se një katun me 10 shtëpie, me 50 shtëpi, vallai na ka ndodhur me xhlise, një katun me 10 shtëpie kanë marrën katunat vetëm të falet taravih. Kur kallzon ai hakin e Ramazanit dhe kur ta kallzoi një hoxh midis Shkupit hakin e Ramazanit, ai ka marrë më shumë se një hoxh i cili shërben midis Shkupit. Ka shmarrë. Nuk i përshtatët hiç, mos folmi me një fshat që i ka 200-300 shtëpi. Pse organizimi dhe secili që e kupton këtë çështje seriozisht. E që si alet tjetrit, se më fshatra miret lista dhe secili shkon renitit e hep hakin e vetë. Dhe kanë obligu lista dhe tarifa rregullore e që imami me thirrje edhe në Amerikë me shku në Ramazan nuk shkon. Ai nëse mund me përballu një vit, 2, 3, mira, ma të katërtin, kur t'i vije koha me ndru kulmin e shtëpis, a kur ta menoj se duhet 15 Ramazanat punoj këtu për me ndru një kulm të shtëpis, e me një Ramazan e ndriç kulmin edhe e shtron shtëpinë, thot më fal xhamat, ama Zoti vallë çet vubina hoç zavendës, edhe ta bjen një hoç zavendës, ama e rezervë na guma ishte deri në 60 me vozite edhe veç për 80 kilometra, ma shumë s'po bajke. Që është të shkryka e të guma rezervë. Kjo do të ndodhe nëse na dinin e udhëheqmi me guma rezervë. Dhe kur dhe asë njerë këtë qështje mos jalen. Une këtë e thamë shumë lirëshëm se shumica që janë këtu nuk janë antarë gjami si Sabeo. Dhe thamë lirëshëm nuk vjenë se ju thamë ej hep një hakogje të gjami si Sabeo. Jo, dhe se kam ati ma beti. Se se dhe për shpirtin e vetë, ajo është e vetja. Se vapin e merë vetë, se vapin e hubë vetë. Ama na këtë projekt islam, që mi majtë o gjallartë, këtu në vend të kemi obligim, farz e kemi, se pa o gjallarë nuk ka din. A dini pse ka hub dinin në përdo vendin Maqedonin lindore? Jo pse s'ka xhamia, s'ka o gjallarë. Unë dhe t'ju marë përdore në shumë vendin Maqedonin lindore, kam i uqu xhamia qështu duken, pse s'ka o gjallarë kanë met xhamia të pusto, hiç kur qish kanë met. Edhe xhamati nuk vjen në xhami. Edhe aty ka musliman të mirë, 1, 2, ama shkaku se s'ka imam, s'ka hoxh xhamia, aty s'ka kur një farë ambientit Ramazanit. Hiç ama nuk ta çon mallin se jenë në Ramazan. Ka edhe aty xhamia plot. Ama mungesa e hoxhës, braktisja aty vendeve nga ana e xhallarëve që janë largu, si pasojë e presioneve të ndryshme në mes të tyre edhe ai presioni ekonomik, do thonë shtin që ata i ka shti që ata me lënë xhamiat. A do një njëta me në gjeta? Ka me në vra Zoti me gjithat mira me në gjeta njëta. Me që merë një listat këshilni këtë Ramazan, sa xhallar në kanë hikë prej Shkupit, sa fizder kanë shku prej Shkupit. Janë largu. As ka nevoj Shkupi për ato, as ka nevoj disa qytete për ato, mi që atje me shërbi, që hipotetikisht tonë nëse s'ka vend. Ama kur me një xhami, shërben imam, hatib, vajz, muallim, misafir, ders, hoxh, atë ketë, edhe në fund do më ledhe në tefterin e hakit hoxhës 700 euro,
Ramazanin tjetër du të më ullë me bërë një revizion edhe me thonë, ale po i lomë veç një, na dy po shkojmë tjetër kont, muezin në të bëjë kushtëmërime, se në të gjitën ngrushta aty, jo në zonën më të mirë, okay? Edhe lënë një, vetëm një imam, qaj sabat, qaj taravit, qaj derdh, qaj nasiat, qaj kuran, qaj ashtë. Jo 3 vëjtë në skafe, 5 vëjtë në mësën e devotë, tër litafë. A seriozisht me kuptu këtë mesele. Edhe nuk guxojmë me leju me në ndodhë një gjë e tillë. Islami është një pemë e cila rritet dhe ujitet me sadakan dhe zeqatin e besimtarëve të mirë. Kuptojni këtë shtini në krye dhe seriozisht me kuptu. Islami është një pemë, një drum që ujitet me sadaka dhe me zeqatin e besimtarëve. Nëse sadakan dhe zeqatin dhe sakrificin e ndalin besimtarët prej asaj peme, prej ati druni, ka mu tha druni. Regull është. Ku dush mbjen dhe druni, nëse si qetu i ka mu tha. A o qështu a gabime kam doshtane. A tha druni nëse si qetu i. Edhe Islami në vendet kur nuk ndihmohet nga besimtarët, thahet, zbehet, madje vjen kohë edhe zhdukët. Se hikni hoqë, hikni hoqë, hikni hoqë, hikni hoqë. Hoxha është elementi kryesor që e mban të gjallë fejnë dhe dinin në një vend. Dhe ata ambjent na bashkë e bëjna. A do t'i shqit ndalë ju sot që këtu me ndetë edhe na me fitu kitë bashkë se vapë, nëse që këtu s'kish dalë një hoqë me marë librin që tapin edhe me të shpjegu. Po t'i hazër e ngonë gjysë atë, nuk ka dashtë më qu, heq pa gjumë me ledzu, me përgadit, me dalë me t'a shpjegu këto. Dhe krejto gjallarë tjerë normal ashtu. Se ndim obligim ka që njëri tjetër. Unë ndi obligim mu përgadit, me dalë këtu i përgadit, që kur ta qes librin për para, përmen që ta di dersi. Edhe me ma vjedh librin dhe ta thamë dersi. Ama, sikur që ju e ndi një obligim dhe praktikoni Zotit Xhenet u abëft, andaj dhe bëjmë dua në gjdo ders që rini dhe zbukuroni xhamin me prezencën tuaj. Se ky ders pa ju s'ka kuptim, edhe ky ders pa hoqë nuk ka kuptim. Ama pa tjetër atë pejmën, atë frutin me vadit dhe ujit, mos jale dhe mos tuj, haj se hoxha ka shumë ujë, haj se aj ka mi qitë shumë. Jo mos jale askujt, nisja për i vetë vetës. Ana nëse kemi mri, në atë deregje, da ullgjim me vlerësu ma shumë se hoxhën, i cili ta qanë kryte një avë dhe më krya, atëre si kena pun të rezi. Atëre ta dini se na presin ditë të zeza. Na presin që qëto e vlatë të juf, që s'kan me pas ambient Ramazani, a i pse me agjeru. Si duket interesant, pa lidhe, thot veç pa buk me net. Sikur se bëjnë dhe qka, pa buk me net. Sa e Ramazani ka me kuptu veç me net pa buk. Se s'ka me mujt me një hoxhën mi kalzu, se Ramazani nuk ka veç me net pa buk. Ramazani o kjo, të shpjegimet e gjona që i bëjnë ulemat. Po dhe s'ka me pas ambient Ramazani, pa lidhe. Këtë në gjomë, këtë ladhë, këtë tërmejt, këtë. Saj, s'ka pas shansën me pa nasiat, ders, zjaret, takim, muhabet, çmallje me njëri tjetrin, punë të mira, aktivitete, paketa Ramazani, paketa bajrami, gzime, namaznate, taravia, s'ka mi pa këto. Këtë shiret ai s'në ka me pa. Ti hapim sit dhe ta kuptim këtë mesele seriozisht. Edhe odborin ka me lut duke pas shpresa se nuk kanë me më këtë shkuptu. O, hiq në mës të mapin a kogje, he keni qatë letër për rizat Zotit. Nëse ka mundë si apet ju e vendosni, ama muj nuk më përqena jo pun. Me bole emrim për me mledh pare, ha kogje, s'kina mri dhe në qatë deregje. Ja kush në tjep, qka në tjep, ja hiqbe në mos jep një ta dini sa apet këtujna. O, zvulom rahat, badjava. S'kini as ku shkojni, s'kini as ku shkojni. E kemi vendosë, shtu kina me mletë. Kina me ndihmu këtë din bashkë, me të mira, me të këqia. A me dhe mundë në qmuja. Krenaria jonë është ma e shtrinë se çdo pare e dikujt. Krenaria e hoxhës do gjallarë është ma e shtrinë se çdo pare e dikujt. Paret e askujt s'na dun me nënçmim. Nuk ja dhe. Si krenaria jonë islama është ma e shtrinë se çdo pare. Sa do qofshin ato pare? Iqë se janë me rëndësi. Fare pëtës në e banë syri në driti. S'ka pare që në kompromiton,
në këtë dritë. Allahun e lusim që të na forcon zemrat tona, dinin ton dhe imanin ton, e të na jep vazhdueshmëri në punë të mira. Ama mos harroni këtë laf. Islami është një pemë e cila u jitet me sadakat dhe zeqatin ton. Nuk guxoj me leju mu tha. Se si thot, këtë bashkina me apo shere. Allah në allëzoftë e në drejtoft.